Me qa guximi dhe kurajo, Belinda Balluku del dhe shtrëngon dorën njerëzve. Me qa kurajo, guximi i shikoni në sytë. Pasi i vodhët, i shkatrot dhe në fund t'i mbytët, dilni dhe shtrëngoni dhe dorën, çfarë u thoni tyre njerëzve? Pasi humbën gjithë shka, mundin dhe djersën, sakrificën, punën e një jetë të tërë. Juve keni 300 apartamente, nuk e dini në cilin apartament mund të shkoni. Këta sot nuk ka një qatiku të fusin kokën. Pa pikë dhe mësurie, përgjësie, pa pikë turpi, dilni dhe shtrëngoni dhe dorën. Ky nuk është një guxim, ky është një fyerje, është një tallje për dëmsurin që po vuan çdo njeri sot. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri o njerëz. Se po t'ishin në vend Bashkimit Evropian, do t'i kishin marrë, do t'i kishin mbytur. Është vërtet një çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë, nuk di çfarë të them. Është një çmenduri e vërtet. Vetëm ta mund të bëjnë një gjë të tillë. Sepse nuk e di ku kanë lindur dhe ku janë arritur, me çfarë normash dhe rregullash. Sepse një njeri që ka moralin nuk shkon dhe takon njerëzit pasi i vodhën, i shkatruan dhe në fund i mbytën.